Via Vitrovero forse uno perché non si trova volti. Aspettaci, Teatro di Titolo. Signore, ma lei parla l'italiano? Sì. Ma sei perbaccio, sei perbaccio! Sono molto felice di andare in Italia, grande Italia. Mamma mia! Amore, dove stiamo? Italia ci aspetta, ti amiamo tanto! Kontrolloni pasaportat e keni marrë me veti. Joka talouden ja veden. Rosa, më tregu se ku po shkojmë. Jemi këtë zëri shoqates Proloco Arberia, se t'ju burthomi gjithë aktivitetet që bëmi na me shoqaten, me të rinjtë dhe me gjithë anëtarët këtu në Katundë. Është një ekspozim me gjithë fotografitë e një shfaqje që bëmi na, që është kulturore e historike për Skanderbeun, këtë tregom historinë e Skanderbeut, është këtë muaj i shkurtit që vjen. E nëni do t'ju burthomi gjithë fotografitë se si ishtë kjo shfaqje ndër vitrat 60 e se si është nani. Kjo është shfaqja që bëmi për Skanderbeun. Këta janë vetëm ca foto me vitrat që kaluan, kjo mendon se është poshta, një vend i vjetër këtu, ja thon burgu,
ka burgu. Njerëz që jetoni këtu, komunitetit e Hungrisë dhe vishemi e bëmi këtë shfaqje gjithë bashkë, të tregojmë historinë tonë, identitetin tonë. Pjesë Skanderbeu me Kalin, këtu është fillimi e manifestimit e shfaqjes. Përkujtohet Skanderbeu, atë që ka bërë, veprat e tija, edhe gjërat thjeshta si martesa, si edhe në fund të të jetës të jo lidhur, domethënë, me historinë e Evropës e tërë, por edhe të njeriut. Edhe këtu janë dëshmime me të cilën tregohet se ky manifestim është i vjetër, edhe sot ne si shoqat e mortim prap ka 7 vjet që jemi duke e bërë. Edhe shpresojmë të vazhdojmë, për sa kemi mundësi edhe fuqi. Është dhoma këtë bëmi gjithë punet dhe kurset, pse ka ca vite muartim ca financime dhe nga shumë ministri këtu në Itali, e zgjotim të bëjmë ca pune artistike me të rinjt, ca pune këtë bëmë, shikoj, këtu janë gjithë këto pune këtë printuam me duar, gjithë simbolet e Arbërisë, këtu është gruaja veshur arbresh, është Qibonja, është Skanderbeku, edhe gjithë këta pune kështu. Këto janë ato konzat, që janë këtë kisha jone dhe të rinjt mësuan se ti bëjim. Edhe pastaj zgjostim të bëjim punin më të mirë që na si shoqate kulturore këtu Ungrit këmbëmi. Do me thënë, kursi e gjufis arbreshe. E këtu kemi mësuesen tonë, që është Sabrina Bavasov, se ka studiuar këtë universiteti i Kosenzës, gjufin Shqipe, dhe njef mirë e ditë mësonjë, e dështim të bëjmë këtë aktivitet për gjithë të rinjë të Ungrit, pse na e mësuam nga prind, nga gjushit, nga familja, por në ngdimit e lexomi, në ngdimit e shkruami, dhe në ngjan kurset në shkollë, mendomi se nga komunitet ka të ketë këto shoqata që bëjnë këta pune, këta projekte, pse janë shumë të mirë se të vazhdomi me identitetin tonë, pse gjufa është simboli e identitetit tonë. Përshëndetje ndjekës portalit Një Histori. Jemi këtu në zemër të komunitetit arbëresh të Italisë, aty ku gjuha dhe tradita ruhen ndoshta më mirë se te ne. Jemi këtu bashkë me Teatrin e Tetovës për një bashkëpunim kulturor, një vend ku lidh jo vetëm historit, por edhe zemrat e të gjithë shqiptarëve. Sopi, sot është dita e alfabetit, po ashtu edhe shfaqja Dredhit e Patukut. Është rastësi apo qëllimisht e ke bërë këtë? Po pak rastësi, pak qëllimisht, duke ditur se arbreshët e kanë ruajtur gjuhën shqipe më mirë se gjithë shqiptarët kudo në për troje tjera. Edhe sot është dita e alfabetit, 22 nëntori, tekstin e ka shkruar Gjergj Fishta dhe më së miri mund të Fishta, Teatri i Tetovës, 22 nëntori dhe arbreshët bashkohen në një vend. Sopi, më trego sa ishte vështirë dhe cilët ishin sfidat që të vini deri këtu, duke marrë parasysh që ndoshta Teatri i Tetovës është ndër të parët që ka ardhur me një shfaqje të tillë.
Po ashtu na thanë këto të shoqatës Pro Loco Arberia që është hera e parë që vi një teatr profesionist në Kalabri, në Ungër të Italisë. Dhe ka qenë sfidë e madhe sepse ekipi ynë përbëhet prej 90 vetave, është dashur të sigurojmë transport, akomodim, pastaj transport rrugor sepse transporti është bërë me aeroplan nga Shkupi për në Bari, pastaj është dash edhe një transport rrugor. Ka qenë sfidë në vete kjo puna e organizimit, pastaj edhe sfidat tjera që i kemi pasur rrugës së bashku me Arbenin, Ismailin dhe stafin tjetër të teatrit. Atëherë Sopi, çfarë na ngelet për në fund? Për fund, unë dua të falenderoj shoqatën Pro Loco Arberia, sidomos Rosën dhe Saverinën që kanë bërë të pamundurën që teatri ynë të jetë në vizitë në Ungër të Italisë. Gjëna më spërziu punë tuja. Mos e më gjallë forte dhe ti tashko, unë më qosë si të bënë. Po prandaj e gjyqë mos t'i kalla veshka si mekaniko. Tash mundohem me u triminu e pak më forte. Një me që besë, një me që besë, një me që besë, një me që besë. Kulim, do së përë. Se kanë marrë në frije, kanë dalë që ne. Kure po e mendoj se kam e një maskarallëqe dhe djalli tëmë po mje gazeti. Prandaj, edhe ky rrothim i ynë i sonte është vetëm pjellë e imagjinatës. Dhe çdo koincidencë me ngjarjet apo personat real të asaj kohe është vetëm rastësi. Ju përshëndet gjithëve, faleminderit për këtë organizim të bukur. Ka qenë rrugë gjatë, organizim shumë i madh. Mirë po ja dolëm edhe besoj se ju keni kaluar mirë. Ne jemi ndjerë shumë mirë këtu, jemi rritur si në shtëpinë tonë. Me të vërtet një nder dhe kënaqësi e jashtëzakonshme për të marrë pjesë në këtë spektakël të teatrit të Tetovës. Është e saktë që është shumë larg 500 km nga Roma, por kam ardhur me kënaqësinë më të madhe, me vullnetin më të madh, për shkak se me të vërtet këto aktorë dhe ky teatr absolutisht nuk kam dilemë që janë ambasadorët e vërtet të Tetovës, ambasadorët e vërtet të shqiptar, që të nderojnë jo vetëm komunitetin arbresh, por të nderojnë kombin e tyre këtu në Itali, në Ungër, që është një nga 50 fshatrat arbresh që gjenden këtu në Kalabri dhe në Sicili dhe gjithandej. Aktorët që në të mirë të hinë këtë zemra, se patin shumë forcë e janë veramente të parë aktorë në vjetë. Ju kështë vetë jo vetë këtu, ma kështë vetë në Rom, New York, kështë gjirani gjithë jetin, se janë shumë bravi. Përbo nga si në zemërin. Mua zemra kër i për këti emocionar të shumë, më dualti në dhe gjotë, se një gonjë. Ma veramente bravi, complimenti. Hanno una forza incredibile, una forza che entra nella parte più interiore dell'essere umano, cioè ti prende, ti coinvolge a tal punto, ma non solo la forza che voi avete, forse in çkini ju shqiptar, kosovar, Maqedonit, në Arbresh, një forcë se kanë tjertë të katunde, kemi një forcë në edhe Skanderbeu, në edhe il mondo dell'Illiria, perché ne jemi Illiri, jeta ma ndiko addirittura se Grecia e Romis. E veramente të faleminderit për atë që bëtë sonde. Para herë që vjen një grupë Maqedonisë këtu në katun të Arbresh, katun tonë. E kjo është edhe një manerë se unitu me la Pro Loco, unitu me këtë Arbresh, të kemi të pari kolaboracion, e thia me teatrit, ma si edhe me Maqedoninë. Se na gja par vitra prapë më njëre, patim edhe altre kolaboracioni me Shqipërinë, me Kosovin, e duhemi edhe me Maqedoninë. Sonde patim haret, kishim këtu mene të këta teatrin, që janë vërtet shumë të bukur, janë shumë bravi, edhe se kuptuam shumë ata që thanë sonde, però kapitim se janë vërtet, janë degli artistit vërtet të mëdhenj. Na që shumë ku tjenë e i pres për pana për vitin e ri. Aktorët janë fantastik, janë shumë të shpejtë, janë
aktor. Atër pas shfaqjes Dredhit e Patukut nga Fishta, nga Teatri Tetovës, këtu jam me problematiken e cila nasolli këtu në Ungaro të Italisë, në mesin e arbëreshve. Këtu jam me Rozën. Roza, u kënaqe me shfaqjen, e kuptove? E kuptova që shumë bukur, e kuptova por edhe që pak vështirë për ne, pse ishë pak ndryshe nga gjufa arbërisht që flasmi na. Është normalisht mendojmë se gjufat ndër vitra, ndër shekulet të zhvillofen edhe marrin rrugë ndryshe, por nga është shumë vështirë t'ju kuptomi. Kjo është ajo gjë më e bukur që na lidhin edhe më shumë. Kjo gjufë që na lidhin edhe që na bashkon. Faleminderit shumë grupit teatrore të Tetovës, direktorit Asim Mishi, vërteta edhe regjisorit ushtrimit, gjithë kompanisë teatrore, pse që vërteta shumë i bukur, ju uromi më të mirat, ju që një moment kulturje shumë e lartë, një nivel vërteta shumë i lartë, e ju falenderomi shumë për këta. Averina, e kuptove shfaqjen, u kënaqe? Po, në fakt ka qenë shumë e kënaqshme. Kemi mbetur këtu edhe ne bëmi këtë përpjekje edhe kemi qenë të kënaqur të kishim këtu teatrin e Tetovës, edhe sepse do afrojmë të di realitetet. Shqipja sot në arbëri nuk është shumë e kuptuar, por na këta përpjekje që bëjmë të afrojmë gjuhët, se baza është e njëjta në fakt, por duhet pam ushtrim, domethënë, edhe kuptojnë të gjitha. Sopi ka bërë një punë shumë të mirë që ka lidh një bashkëpunim, domethënë me arbëreshët e Italisë, në këtë rast të fshatit ose qytetës Ungër të Kalabrisë, edhe emocioni është shumë i veçantë sepse është fascinante kur takon arbëresh shqiptar të shpërngulur para 6 shekujsh, që ende e ruajnë gjuhën, e ruajnë traditën, domethënë edhe e kuptojnë gjuhën, domethënë edhe e përcjellin brez pas breze, sidomos kjo që ndodhi në ditën e alfabetit shqip, që këta janë një shembull, domethënë që ndoshta i vetmi në botë, nuk e di, që një komp i shpërngulur para 6 shekujsh në një shtet tjetër, ende ruan gjuhën dhe traditën e vetë, dhe është një mësim edhe për neve. Oj, të shtura një shërtimoj, oj, të shtura një shërtimoj, të shtura një shërtimoj, oj, e oj, të shtura një shërtimoj, oj, e zemrin, oj, e dojë të dinja zemrin, e dojë të dinja zemrin, oj, e ndite nga vajo, oj, e dojë të dinja zemrin, oj, me buzoj, oj, me